Kryeministri Edi Rama edhe në kulmin e fushatës elektorale vazhdon të dhurojë pasuritë publike për oligarkët dhe sponsorët e EPS nëpërmjet skemës famkeqe të grabitjes së pronës publike me maskën e investimeve strategjike. Një burim zyrtar nga Bashkia e Tepelenës ka bërë me dije për pamfletin se Rama ka përgatitur skenarin për t'i dhuruar falas kompanisë së sallameve Hako, pronë e biznesmenit Adnan Hako, kodrën e gjelbër mbi qytetin e Tepelenës, e njohur si kodra e Plaçis. Ky vend është i vetmi ambient i gjelbër natyral i qytetit, i cili deri tani ka mbetur i paprekur nga çdo pushtet. Vendimi për dhurimin e kësaj pasurie publike u firmos personalisht nga ish-kryebashkiaku Tërmet Peçi, pikërisht para dorëheqjes së tij për të kandiduar si deputet i PS-s. Peçi ka dërguar Ministrisë së Mjedisit, Komitetit të Investimeve Strategjike dhe Agjencisë së Territorit dokumentin me cilin shpreh dakordësia për t'i dhënë kompanisë Hako kodrën mbi qytetin e Tepelenës për ndërtuar atje një fermë të madhe blegtorale dhe kullota derrash për një periudhë prej 99 vitesh. Madje për ta justifikuar këtë skandal, Bashkia Tepelen ka prodhuar një raport të falsifikuar ku pretendohet Gjoja se ka marrë miratimin dhe mbështetjen e banorëve, por në fakt qytetarët e Tepelenës nuk kanë pranuar asnjëherë prekjen e kësaj zone të gjelbër dhe të mbrojtur, madje as gjatë razirave të vitit 97. Kodra mbi Tepelen do të jepet me statusin e një investimi strategjik që ligjërisht parashikon vetëm investime turistike apo infrastrukturore me interes publik. Në realitet, ajo do të kthehet në një kompleks gjigant stallash për derrat, duke kërcënuar drejt për drejt shëndetin publik dhe mjedisin e qytetit. Era e keqe dhe rreziku për epidemi nga mbetjet e fermës janë të pashmangshme, ndërsa mbetjet organike të derrave do të shkarkohen direkt në lumin vjoz që kalon poshtë kodrës. Por ky nuk është skandali i parë për kompaninë Hako në Tepelen. Më herët me vendimin numër 17 fraksion 5, datë 18 korrik 2022 të Komitetit të Investimeve Strategjike, drejtuar nga Vet Rama, kjo kompani ka marrë edhe 104 hektar tokë publike pyllore buzlumit vjoz në Peshtan, Gjoja për resort turistik dhe ferma blegtorale. Madje për furnizimin me ujë të këtij kompleksi, pronari i Hako ka marrë ujin e fshatit Meshgoran me një linjë të dedikuar ujësjellsi, financuar nga buxheti i shtetit me 3.8 milion euro, duke lënë pa ujë banorët e zonës. Si të mos mjaftonin këto privilegje, ministri Mirela Kumbaro me kontratën numër 3681, datë 2 qershor 2017, i ka dhënë të njëjtës kompani edhe qendrën turistike të Butrintit, të cilën kompania Hako e ka kthyer në restorante dhe bujtina betoni, duke shfrytzuar falas për 12 vite me të drejtë ri për të rritjeje edhe për 15 vite të tjera. Në këtë mënyrë Edi Rama vazhdon të shpërblej oligarkët sponsor të fushatës, duke i shitur publikut investime strategjike që në fakt janë grabitje skandaloze të pasurisë së shqiptarëve.